Të drejtat e njeriut në shekullin e 21 ka qenë kjo tema që kanë mbledhur sot juristë dhe personalitetet të fushës së drejtësisë për të diskutuar për të drejtat e njeriut në vendin tonë. I pranishëm në aktivitet kreu i OSBE-s në Shqipëri Eugen Wolfart është shprehur se ka mbështetur dhe do të mbështesë institucionet e drejtësisë për mos shkeljen e të drejtave të njeriut. Të drejtat e njeriut janë vënë sot në qendër të vëmendjes në konferencën ndërkombëtare me titull Të drejtat e njeriut në shekullin e 21. Kryetari i gjykatës kushtetuese Bashkim Detaj gjatë fjalës së tij u shpreh se organizmat shtetëror por dhe vetë individët duhet të bëjnë më shumë për të mbrojtur të drejtat e tyre. Natyrisht që probleme ka patur dhe do të ketë, por është detyrë e shoqërisë që ti respektojë të drejtat e shtetit, i garantojnë nëpërmjet mjeteve, organizmeve dhe strukturave që kanë dispozicion, siç janë mjetet e parandalimit të këtyre dhunimit të drejtave dhe mjetet e rivendosjes së këtyre drejtave. I pranishëm në këtë konferencë kryetari i prezencës së OSBE-s në Shqipëri, Eugen Wolfart, ka forcuar mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe institucioneve në vend, duke shtuar se OSBE ka mbështetur dhe do të mbështesë institucionet e drejtësisë për mos shkeljen e të drejtave të njeriut. Të drejtat e njeriut përbëjnë një çështje kyçe për prezencën e OSBE-s në Shqipëri. Ky koncept është një ndër shtyllat kryesore në themel të punës së OSBE-s. Në Shqipëri, prezenca e OSBE-s ofron mbështetje për përmbushjen e angazhimeve dhe veçanërisht për forcimin e mbrojtjes së të drejtave të individit. Ndërkohë, duke vlerësuar punën e avokatit të popullit, Wolfart tha se është thelbësore që zëri i avokatit të popullit të dëgjohet dhe që të gjitha institucionet shtetërore të zbatojnë rekomandimet e tij për një situatë të tillë.